Me na thonë dikush sot që Kosova është e varfër në raport me vendet tjera, është marrë për neve. A e dini pse? Aq është potenciali ekonomik i Kosovës. Tu e nis prej potencialit njerëzor, human, si i themi na. Dhe tu vazhduhet deri të potencialit qoftë mbi tokë, qoftë nën tokë, që kemi të jashtëzakonshëm, me mbet Kosova vend i pazhvilluar, faktikisht tregon se është vend i paqeverisur. I paqeverisur. Vendet që qeverisen mirë, i shfrytëzojnë potencialet mirë. Kur shfrytëzohen potencialet mirë si inpute, ato japin outputet hatashme, japin outputet mira, rezultative. Outputet e mira, ato kanë impakt edhe në politikë mandej. Dosht e pa dosht. Unë e përshop filozofinë apo politikën që po bën Trump, qoftë lidhjen e mesme, qoftë këtu, qoftë kudo qoftë. Elementin ekonomik e ka prioritet. Kryesor. Pse mos mi pas na prioritet? Shikoni, na jemi në aspektin e pozitës geostrategjike jem vend jashtëzakonisht i mirë. Krejt gati rrugët edhe të Evropës juglindore, korridoret gjenden këtu, ose të kana ose afër nesh. Një, dyta. Kushtet atmosferike, kushtet e tokës për të prodhuar mbi tokë dhe në toka e Kosovës, duke u bazuar qoftë në limitin që 2/3 të Kosovës, limit që është potenciali më i madh në Evropën juglindore, qoftë duke u bazuar në fuqinë punëtore që ende është e re, ende me mundësi të mëdha kualifikimi dhe rikualifikimi. Nuk po them që kemi shkolla të mira, por kanë mundësi për ndryshime, kanë mundësi për rikualifikim. I riu rikualifikohet, s'do të thotë që ka kryer një shkollë të keqe me mjet i keq. Mundet me shku në një biznes të ri që me marrë eksperiencë aq të mirë që me harruat pjesën e keqe. Kështu që duke u bazuar në këta faktorë tash, potenciali është jashtëzakonshëm. Kosovës i duhet një qeveri racionale, shumë racionale, që me kuptue rolin e secilit faktor veç e veç. Në momentin kur e kupton rolin e secilit faktor, atër i del në shesh edhe politika që dhe të dhëvesh. Unë e kuptoj që kem pas probleme me Veriun, kem pas probleme me palën serbe, kem pas probleme në ndërtimin e institucioneve. Por, duhet ta ushqejnë një nga tjetër. Faktori ekonomik ushqen shumë ushqen. Paramendojme që jenë në vend atraktiv për investime. Paramendojme që jenë në vend i zhvilluar. Asnjë shtet nuk e kishte vu në pikpyetje statusin e Kosovës. Media ndërkombëtare mbase do të raportonin për zhvillimin ekonomik, për normalitetin, për shanset e mëdha për bo biznes. Absolut. Shiko, tashti mundet dikush ne me në akuzue që e shohim veç prizmen ekonomike, por po thonë, një ndër faktorët kyç sot në politikën globale që për i jap primat një shteti, karshi një shteti tjetër është ekonomia. Gati që edhe partnerët e NATO-s nuk e marrin me rezervë fuqinë ushtarake sa atë ekonomike. Ai që është i gatshëm me dhon 5% nga produkti vendor, më njëherë po merr pozicion të mirë në NATO. Apo shihni, po nuk mundet ato me bëu secili shtet. Vetëm shteti që ka zhvillim ekonomik, mundet me bo, se për në shtetet që janë të varfra, duhet me i mbajt popullsinë, e kur duhesh me i mbajt popullsinë, ti s'mundesh me dam jetë për shtrinë. Spik, kur gjo për i qjeli, atë që e kryon, atë kimi shpërnda. Kur gjo, absolut, na po mendojmë më shpërnda, po na pik diçka, po nuk pik pa realizu, pa ekzekutu.